Në fshatin mashkullor u përkujtua 118 vjetori betejës së qetës patriotike të Çerçistopullit. Në aktivitetin e organizuar me këtë rast, morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, veteran si dhe qytetar. Ceremonia u zhvillua pranë vendit, u zhvillua beteja, ku pjesëmarrësit vendosin kurora me lule në nderim të dëshmorëve dhe kujtuan sakrificën e luftëtarëve për lirinë e vendit. Kjo ishte lufta që do të metet e përjetshme në historinë e kombit shqiptar dhe këtë betejën e mashkullorës, siç e kanë përshkruar ata që kanë qenë pjesëtar aktiv në atë luftë. Lufta e mashkullorës nuk është vetëm histori, po është një betim i gjallë shqiptarie dhe ky monument dhe dashurie përballë jush dhe kjo datë ka qenë, është dhe do të jetë një tempull gjithmonë ja dhe dashurisë për brezat që kanë qenë, janë dhe do të vinë. Pjesë e aktivitetit ishin edhe fjalët përshëndetëse, ku u vlerësua roli Çerçistopullit dhe qetës së tij në rezistencën kundër pushtuesve osman. Është qetë që ka krijuar aktet më shumë se çdo qetë tjetër që mbahet në histori, si vrasjen e Despotit, vrasjen e Bibashit në Gjirokastër dhe lufta që u zhvillua këtu mashkullor. Gjithë kjo aktivitet dhe veprimtari është e thurur në këngë dhe në vardje. Populli i thot, Gjirokastra në brinj, linde bajo në Çerçis. Koto Hoxhë dhe Pandelin, Anton, Zakon dhe Avlin, pra të gjithë, të trimërisë, të mëngjurisë, të diturisë, të pendës, të pushkës. Kjo qetë ka një aktivitet të gjerë në gjithë zonën e jugut, në Saran, në Qamëri, këtu në Labri, që është strehuar në familjet, në stanar. Beteja e mashkullorës e zhvilluar në mars të vitit 1908 konsiderohet një nga përballjet më të rëndësishme të kohës kundër perandorisë osmane dhe një moment kyç në historinë e përpjekjeve për pavarësi.